Dhe gjithashtu gjenden kryesisht ne I gjejmë më së shumti në zonën e dyshekut. Pra, në momentin që hapet një çarçaf apo ngrihet dysheku te pjesa e zgare së krevatit, ato gjenden me sasi të madhe, sepse dhe ai është vendi ku ato kanë gostinë kryesore. Mund gjenden edhe në priza, kemi gjetur, në prizat elektrike, në kornizat e dritareve, në dollape, në pjesa jashtme apo në komodina. Kurioze, kur shkojnë në shtëpi do kontrolloj cepat. Është shumë e rëndësishme. Do të bëj foto, do them, kjo është çimka. Këtu tani hym direkt se çfarë I vlen publikut, pra një është identifikimi I saktë është gjysma e punës, gjysma tjetër është që si ti luftojmë pastaj. Po, kur për t'i parandaluar shkresorja, kur udhtojmë, është sezoni I udhëtimeve të shumta për të gjithë, shkojmë në për hotele apo vende tjera, është e rëndësishme që të kontrollojmë vendin ku ne do flem. Pra, nëse ky vend është I ndotur. Pra, mos e merrni të mërqen që të shkoni aty edhe çdo gjë është në rregull. Fatkeqësisht, bota nuk është kaq e pastër sa ne mendojmë. Madje mund të them që Shqipëria për shumë vite, krahasuar me vendet e tjera evropiane, nuk e ka pas këtë problem të përhapur siç është bërë këto, po themi 2 vitet e fundit. Kemi qenë shumë të pastër. Po, kuptohet, udhëtimet, turistarë si brenda si jashtë, bëjnë që ato edhe ne të përfshihemi në Bashkimin Evropian në aspektin e çimkave. Po pra, çimkat na kanë futur më shpejt në Bashkimin Evropian. Dhe është shumë e rëndësishme kur ne shkojmë, pra, bëjmë një kontroll